Ky fakt ka sjell diskutime interesante mbi mënyrën se si kuptohet trashëgimia biologjike dhe koncepti i trashëgimtarit në familje. Kush është trashëgimtari? Është djali apo vajza? Sot këto dilema do t'i shohim së bashku me mikën tonë, doktoreshën Aurora Dollenberg, me si lidhemi direkt në këto qaste. Doktoresh, mirëmëngjese. Mirë se u gjeta zënja Gonxha. Kënaqësi që ju kam sot në studion e programit tim përmes kësaj lidhje direkte. Është një nga temat më të diskutuara në fakt. Doktoresh, bëhet fjalë për një studim të ri që pak a shumë po i vën në dilemë edhe shumë ndoshta laik që nuk mund ta kuptojnë shumë mirë dhe vetë ADN-n mitokondriale. Na tregon se çfarë është fillimisht më saktësisht ADN-ja mitokondriale, kondriale në fakt, dhe pse trashëgohet vetëm nga nëna? Është studimi faktikisht zënja Gonxha më i fundit i cili zgjat në qendrën 1990 deri në 2023, pra studimi më i madh i gjenetikës mbi ADN njerëzore që është kryer deri tani, duke edhe me ndihmën e inteligjencës artificiale, pra është me një teknologji shumë të lartë që na ka lejuar të bëjmë sekuencimin e ADN-s, që do të thotë ne kemi ndarë ADN-n e njeriu në copsa kaq të vogla duke përpjekur të identifikojmë sa mbrap shkon në kohë. Pra nga paraardhësit tanë dhe brez pas brezi, sa shumë ADN që jemi tani në popullatën e tanishme njerëzore, sa e vjetër është kjo ADN. Dhe aty u identifikua që ADN-ja mitokondrale, që është një ADN speciale e cila nuk ka drejt për drejt të bëjë me atë trashëgimin gjenetike që e marrim nga babai, që e marrim nga dy prindrit, sepse ADN-ja mitokondrale është e lidhur vetëm me ato të ashtu quajtur mitokondriet, të cilat janë fabrika e energjisë për çdo qelisë të trupit ton. Qoftë zemra, qoftë truri jon, qoftë muskujt ton kanë nevojë në mënyrë të pandërprerë për energji, dhe kjo prodhohet në qendër të qelizave të tyre, që është një qendra është mitokondria, dhe ADN-ja që e programon mitokondrin tek secili prej nesh vjen vetëm nga nëna, dhe këtu bëhet shumë interesante zonja Gonxha, sepse qeliza e nënës që bën ngjizjen, pra që në momentin fillestar të embrionit, pra ku prodhohet njeriu, mund ta quajmë, kur vjen qeliza e spermatozoidit, që është qeliza mashkullore që kontribon me 50% të ADN-s së përgjithshme tek njeriu, spermatozoidi nga babai, në momentin që futet në hapësirën e vezës, pra të qelizës së nënës, ky spermatozoid i lëshon, pra i flak mitokondriet e tij, pra motorin e tij energjetik e hedh poshtë, sepse e ka harxuar të gjithë energjinë për të arritur deri te qeliza e nënës. Pra gjithmonë rrugëtimi i spermatozoidit kërkon kaq shumë energji që në momentin e bashkimit të dy qelizave hidhet poshtë, nxirret jashtë mitokondriet e babait, kështu që mbeten vetëm mitokondriet, pra vetëm nga qelizat e nënës ADN-ja, e cila bën pastaj të mundshme që gjithë trupi jon të jetë i mundshëm me energji, të furnizohet me energji nga ADN-ja që na vjen nga brezi në brez vetëm përmes nënës. Pra, kjo është arsyeja pse djemt e trashëgojnë, por nuk mund ta transmetojnë tek fëmijët e tyre, apo jo? Sa mund të themi që është i rëndësishëm ky hulumtem, ky studim që është bërë, dhe sa i hedh ato dyshime se kush është trashëgimtari i vërtet në familje? Ky zbulim mund ta quajmë gjenetik, na jep mundësinë që ta shikojmë edhe historikun e njerëzimit pak më ndryshe, sepse para se të vinte patriarkalizmi, ku me të vërtetë burri ishte dominant në shoqëri, djali ishte trashëgimtari zyrtari i çdo familje, më përpara ka pasur edhe patriarkalizëm, kur ka qenë gruaja liderja e shoqërisë, ka qenë vajzat trashëgimtaret, por historia i ndryshon dhe shkenca ndonjëherë thjesht rivërteton historikun, dhe këto zbulime të fundit na tregojnë që 99% të gjitha ADN-s të trupit ton, pra të qelizave të tona, janë faktikisht nga linja e nënave, pra nga gjyshja që vjen nga nëna, nga stërdyqja që vjen nga nëna, dhe nëse do bënim një krahasim, çfarë ndodh në momentin kur jepet materiali gjenetik, ajo ADN e nënës që vjen për anë të babait, sepse edhe babai e ka marrë nga nëna e tij këtë ADN mitokondrale. Në momentin që bëhet ngjizja, krijimi i jetës në barkun e nënës, në atë moment ADN-ja e vjerrës lihet përjashta dhe mbetet vetëm ADN-a e nënës,
e cila ajo nga në saj vjen nga gjyshja e ana nga ana e mamas. Kështu që mund të themi që nga ana e fisit të babait nuk na vjen ADN mitokondriale, pra ajo ADN që na jep energjinë e trupit tonë çdo ditë, por e gjitha vjen vetëm nga linja e nënës, gjyshet e stërgjyshet e nëneve dhe sipas sekuencimit gjenetik, pra që ky studim i madh ka bërë, ka treguar që secila grua që jeton sot në planet kanë disa nga mitokondriet, pra nga ADN-ja e origjinës nga Eva e Adamit. Pra, duke qenë se është e vetmja linjë biologjike e pandërprer, pra e vetmja linjë gjaku e cila nuk është përzier asnjëherë nga brezi në brez, kalimi i ADN-s së nënës tek vajzat e saj, ne mund të themi që të gjitha gratë, edhe sot, edhe në të ardhmen, do kenë disa nga ADN-n e Evës së Adamit. Prandaj dhe quhet mitokondrit e Evës në shtyp. Po, për ta pas nështë edhe pak më të qartë, sepse shpesh e dim kur bën analizat e ADN-s për gjurmuar, për të kaluar një familje, preferohet që ta bëj djali i familjes. Dhe në këtë rast, a mund të gjurmojmë edhe tek vajzat, për të parë të kaluarën që ka pas e familje ose një vend ose një popull i caktuar? Kjo është pyetja kryesore, zonja Gonçe, se pikërisht nuk kemi nevojë për djemt për të gjurmuar lashtësinë e një brezi, të një familje, të një grupi të caktuar shoqëror ose të një shteti, kemi nevojë për gratë, për vajzat e atij fisi, sepse vetëm tek vajzat, vetëm tek gratë, linja e gjakut nuk është përzier asnjëherë dhe ka qenë gjithmonë e pandërprer. Pra tek ato familje të cilët nuk kanë pasur më vajza, aty është ndërprer linja gjenetike. Dhe vetëm tek ato familje që kanë qenë të bekuara, mund ta quajmë tani më nga ana e studimeve shkencore me vajza, ato e vazhdojnë gjithmonë linjën e tyre nga brezi në brez. Pra deri më tani e kemi keq kuptuar deri më tani, Aurora? E kemi interpretuar sipas interesave sociale, pra duke qenë se burri ka dominuar, se jemi në një sistem patriarkal, deri para 10 vjetësh akoma luftohesh për një barazi të rrogave, për barazi në rolin e gruas në shoqëri, sepse jemi ne njerëzit që i bëjmë rregullat e shoqërisë, por shkenca nuk i njeh këto rregulla. Gjenetika flet me gjuhën e 200.000 vjetëve, thuajnë sipas këtij studimit të fundit, 200.000 vjet janë të vjetra ADN-ja mitokondriale që kanë gratë akoma në trupin e tyre. Pra që vjen që në kohën e Afrikës ku supozohet që ka qenë njeriu i parë, ku ka qenë Eva dhe Adami, dhe akoma ne i mbartim qoftë juve, ne të dyja që po flasim si gra, jo se duam t'i përjashtojmë burrat në këtë pikë, por gjenetika tregon që është vetëm përmes nënës e mundshme, sepse burri në momentin që jep materialin e tij gjenetik, ai i shkatron mitokondritë e veta dhe nuk ka mundësi që ta trashëgojë në brezat e ardhshme. Pra, doktoresh, po ngatrohet trashëgimia biologjike me atë ndoshta sociale dhe tradicionale? Kjo është që mbase dhe pjesa revolucionare e këtij studimi, sepse ky studim tregon që jo vetëm që kemi barazi midis gruas dhe burrit, sepse kur flasim që nëna dhe babai i japin gjenet e tyre fëmijës, i japin 50% vjen nga ADN-ja e përgjithshme, se ADN-ja mitokondriale prek qelizat e trupit, nuk prek atë pjesën e fytyrës, nuk prek paraqitjen tonë, karakteristikat tonë të karakterit, që këto janë të lidhura patjetër me 50% edhe me ADN-n e babait dhe 50% me të nënës. Pra këtu fillon një barazia gjenetike për sa i përket fëmijëve, që të dy prindrit japin të njëjtin material, të njëjtin sasi, 50 me 50%. Por, kur flasim për pjesën tjetër të organeve, që varet vetëm nga ADN-ja mitokondriale, pra që nuk ka të bëjë me këto karakteristikat specifike të individit, janë vetëm 1%. Prandaj, ne mund të themi që 99% të njerëzve në planet janë të ngjashëm dhe ky 1% është ai ndryshimi që na kemi në një fytyrë të ndryshme, kemi një ngjyrë të çelët të lëkurës, mund të jemi zezak, mund të jemi kinez. Kjo vjen vetëm nga 1% ADN që na vjen nga kjo 50% nga babai dhe 50% nga mamaja. 99% të pjesë të trupit ton është njësoj, prandaj dhe jemi të gjithë të ngjashëm, të gjitha organet tona duken identik nga një person tek tjetri. Ky 1% na bën që të kuptojmë që edhe nga babai na vjen shumë material dhe dominancë në
në gjenetik nuk ka, sepse gruaja dhe burri janë gjenetikisht baras në dhënien e gjeneve të tyre. E qartë. Por, doktoresh, kam një pyetje, pse ky fakt ka shkaktuar kaq shumë ta quaj kështu turbulencë dhe ka hapur aq shumë debat të thellë në rrjetet sociale, dhe jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë rojeve shqiptare, edhe tek të ndërkombëtarët apo të huajt. Patjetër, dhe burri im duke më dëgjuar tani që po i referoja këtë lajm të fundit, u i acaruar, i sulmuar, i përjashtuar genetika, sa si ka mundësi burri dominon në çdo rast, dhe ai është gjerman, nuk është as shqiptar, që thotë nuk është fenomen shqiptar fakti që burrat e kanë dëshirën që të jenë ata të dominantët dhe gruaja faktikisht u eci nga mbrapa, siç e kemi njohur në kohën e kanonit, pra që burri eci 10 hapa përpara dhe gruaja eci nga mbrapa. Sepse ishte rregulli shoqëror që e detyronte këtë lloj forme. Ky lloj studimi na sjell edhe një forcim në kuptimin pozitiv të fjalës të rolit të gruas edhe në biologji, edhe në gjenetik, sidomos ku dëgjojmë që linja e nënës është komplet e pandërprer, mund të themi me shumë kompetencë shkencore që gruaja në çdo lloj rasti nuk është më poshtë se sa burri. Pra, dominancë nuk kemi, sepse ndonjëherë gjenet e babait e dim shumë mirë nga ana gjenetike që fëmia i parë në çdo familje ngjan më tepër babait. Pikërisht sepse gjenet e tipareve tek burrat ndonjëherë janë më dominante se sa tek gratë. Prandaj dominanca gjenetike është diçka komplet ndryshe nga dominanca shoqërore. Por ne mund të themi si gra me krenari që linja paktën e gruas vjen kanë koha e Evës, së Adamit dhe deri tani në mënyrë të pandërprerë. Pra dhe njëherë për të sqaruar, doktoresh, shkenca po na thotë se linja femërore vazhdon përmes vajzës dhe jo djalit. Apo linja familjare në fakt. Familjare, jo femërore, pra linja trashëgimitarët e vërtet të gjeneve të një familje nuk janë djemt, janë vajzat. Kjo nuk duhet të shkaktojë një përçarje tani në shoqëri, por është një fakt shkencor që ne duhet ta pranojmë dhe ta bëjmë të reflektojmë edhe më shumë që ndonjëherë me të padrejtë në shtetet e zhvilluara siç mund të jemi këtu në Gjermani, në Francë, madje edhe Kosova dhe Shqipëria kanë ecur shumë përpara. Por kur flasim për vendet të Azisë lindore qendrore ku akoma dominon fenomeni i shtypjes së gruas, mbas aty ky studim duhet të jepte më shumë jehon dhe më shumë të jepte influencë që të kuptonin dhe burrat që janë deri këtu diktator të grave të tyre, ndonjëherë të duken si sklavë pronar të grave, të kuptojnë që faktikisht pasuria e vërtet gjenetike në familjet e tyre janë vajzat. Doktoresh, shumë knaqësi që të patëm përmes kësaj lidhje direkte dhe faleminderit shumë që na sqaruat, sepse ishim shumë konfuzë dhe gjatë ditës së djeshme në biseda që i bënim edhe me kolegët në redaksin tonë. Knaqësi. Gjithashtu dhe besoj që të gjitha grave ua kemi zbukuruar pak mëngjesin, sepse kjo linja femërore patjetër që të rritë pak më shumë krenarin, por gjithmonë duke e mbajtur dashurinë edhe për linjën e babait. Patjetër, faleminderit shumë dhe njëherë. Vizashur pas kësaj bisede shumë të këndshme me doktoreshën Aurora Dollenberg, është koha tani për edicionin më të ri të lajmeve, presin në studio e nisin.